Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sonde kemi një hadith çuditshëm. Thot Muhamedi alaihi salatu wassalam, arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Katër gjëra nëse i ke, katër atribute tua. Nëse i ke, mos u ban gajle, mos u brendvos, pse shkoj dynjaja. Se dynjaja përshkon. Se cili kur plakët dhe të kisha bon që tonë, ta kisha shqitë ma heret, ta kisha ble ma heret. Këto caktimet e Allahut janë dynja, ma heret, ma vonë, caktimet që tërkuje, ti je një njeri që hecesh dy kama dhe një ditë mbaron jeta. Ama që njeri o t'jesin marak. Por që tonë, për më smetmet marak, pejgamberi si shiko sa bukur e ka shëruet e këtë. Arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Mos u bën brend që ka të kapelu për i dynjas, por që se i posedon katër gjëra. Nëse nuk i posedon, mundohu që ti posedojsh ato katër gjëra. E para prej atyne është t'jesh një fjalë gjithë i drejtë, si t'ku hadith, kur mës të rranjish, kur mës të kemjesh. Dikush mundohet pa ne, po këne pak edhe me rrenën me zbardhu, të që shë një këmina njeja. Gënjesh, rrenën. Në zbukuru. Nuk zbukurohet rrenën. Mundesh me gruar me zbukurua, për shembull që ta kam ble që ka shtrenjt, e kështë me tash për shume, që shtu, e prapa e diqmi me të pa mirë se ti, se me zbukurojsh. Marmikun, ajo nuk është rrenë marmikun, por marmikun për t'ish mu pëllafaqua, ajo në strategji ushtarake. Këne e pojsh dhe shka ke që pëpohet, anina, kryet puna. Ajo, el-harbu khida, thëmë në gjuhën arabe, lufta ka tradhti që do të më ditë armiku të shme tradhtu për me mujtë. Kurse rrena si rrenë, që ka del për i gojës, është ta një keq. Ka thënë pejgamberi vazhdo në robit rrenë, e merë 25% vetir e hipokritit, munafikut. Sepse munafiki ka 4 vetir. Vetia e parë kur të folet rrenë. Në manet struar, në fjallë stri, i pa besë është. Në për munafik lëk s'po folim për musliman lëk. Vetia e munafikit o rrena. E robi rren, deri sa po thot pejgamberi, regjistrohet tek Allahu rrenagji, këni shtatë. Rrena pastaj po thot të qonë në gjuna, gjunahi të qonë në gjëhnem. Allahu në Kuranin famlar në ka urdu e thonë, dhe më thonë është përësi prej Allahut, thot, ja e juhelladhina amanu, ittakullaha wa kunu ma as-sadiqin. O ju robë të mi, keni frikë Zotit dhe bahoni ma ata që janë të drejtë. S'ka sen maj mirë se drejtë. Rrena të një kave, që është të në popullu janë, rrena në ka këmët e shkurta. Kjo vetia e parë, që ka thonë pejgamberi, më subon kajde. Vetia e dytë, besnik në emanet. 1 euro me rujt, fjallën me marujt, malin me marujt, moralin me marujt. Juve trive ju vjen qëdi, kërë kjo thamë, e këtine ma të moqme, ju vjen qëdi. Për para qa që ka qenë besnikria në familje, për para në gjëmallatë. Ka shku vlajnë në gërbet, grua në kalon e manet të vlajve. Kjo nuk u kone lejume në Islam.
Se shejtani punon. Apo jo? Ama ka pas nder, burra. Tani të djemë të ri. Kur pasonik së mbahesh, pse e trahtesh dikuj mja marrë malin. Huj. Kur e huja e jo t'ja zbahet. Kini dhe gjohë për e 3 vjetë, kur hinë luft Azerbajgjani me Ermeni. Turkia që i shpej për herë parë me drone aeroplane. Para 35 vjetë Azerbajgjani e mori atë tokë dhe unë jam, 30 kusur vjetë. Në Ermenia, Karabagi. Mëranda në Ermeni. Amo e jotja, e huja e jotja zbanët, e dish që sa në jotja. E din që sa në jotja. E kanë thënë pejgamberin, e kanë pyetja Resul Allah. Çka është mëkati në shpirt? Mëkati të tërë në shpirt. Që është mëkati në shpirt? Unë kështu për ernoj. Ka thënë që ka për giligicën në zemër, e s'po ki qef me ditë halkit. A morë të vesh? Ajo për giligicë për të qef, po. S'po ki qef me ditë halkit. Që kjo është gjynari. Emanet është vatani, emanet është morali, emanet është gruja, emanet është politika, emanet është ekonomia, emanet është çdo send është emanet. Arsimimi, emanet është ushtria, emanet është policia. Emanet është send shumë i madh. Shumë send i madh. Prandaj në këtë drejtim, po muj me thonë një fjalë të Kur'anit famlar që thotë Allahu ju urdhëron, inna Allaha ya'murukum, Allahu ju urdhëron an tu'addu al-amanati ila ahliha, emanetet që keni marrë me pas çfarë të qofshi, m'ia dhënë aty në pyetje. Kjo emanet është i popullit. Apo më kuptoni? Emaneti sen shumë i madh i gjanë. Edhe këto inshallah e posedoj. Prandaj ka thënë pejgamberi nëse i keni mos u bani gajle që mbaru. Ama unë po të mbarë në gajle nëse si keni që shpej bo. E dyta. E treta. Mu pajtue me aqë sa ta ka falë Zotë të rizkë. Mu pajtue. Në thonë alhamdulillah, ose që shtojnë tursit dhe na dimat që atë, bërë qatë vërsë. Qisë që? Këta kanë thonë hanë daqë. Bërë qatë vërsë. Bërë qatë, shumë bërë qete, ka dhanë. Me përkëty shqipë originalisht, shumë bërë qete, ka dhanë. Kush? Allahi, se Allahi e jenë bereqetin, nësë kush tjetër. Që pa dhe kush mundohet mytët të një jetër, reskine do këtë, a i hajem se penal, të hamër sa nga mujtë, po shumë malë pasurisë të kashtë. Më lujtë me do vërdalë. Mu pajtuhe. Po nëse s'pajtohesh, shka? Nësë kujton ti që ti e qarë edhe e merë. Nga në Kur'ani që ka po thëtë, inna Allahe huwa rëzak, aje është përmizus, dhul kuvet ilmetin, aje që ndërësën. Aje dit kuj mja quë e kuj jo, se që njëherë rësku me zirë dalashitet, pasunia madhe dhe shtremon rrugën. Faraonit, pasunia dhe pështetja ka shtremuar. Karunit qashtu, Amanit qashtu. Jahudive sot, kretë kërë shka në dalalet, prej pasunis, i kanë rrugët të shtremta. Allahu po thëtë, vële u bësat Allahu rrizka li e vjadi, le vëgau filat. Me u lanë Zoti vërdalë pasunin, haluni shka të një bani, kretë dhe vjejnë këtë rrugë Zotit, në këtë tokë e bëjnë të në të zezat që i bëjnë. Prandaj, dohet mu pajtua thamë fillim, me riskin që ta ka falë Zotë. Elhamdulillah, në shumë. Punën përbër, a i sërë krejnë sa cakta. Nga në këni një fjallë me këta në mbyllune, ka thonë një hadith kutsi thët, thonje e Allahu Gjellë Gjellalu, men lem jërda bi qadai, o lem jasbir ala belai,
فليخرج من تحت سمائي وليختر ربا سواي. Hadithi pejgamberit, nëri që ka bukur të ta. Kush nuk o I knaqën, ma atë që ka Allahu që ja ka caktu. Son I knaqën. Edhe kush nuk I ban sabër sprovave të dynjës. Smuje sprova, kallët shpia, vdekje vlati, sprova të një ka lëlloj. Kush nuk I ban sabër. Le të dale prej nën qiellit ten, me ta lyp për një Zot tjetër. A kuptove? Sabër. Ne jemi të knaqur me këtë që Allah ne ka bërë. Alhamdulillah. Dhe e fundit, në këtë hadith, me pas moralin e plot. Moralin e plot. Pse moralin e plot? Sepse ka thonë profeti jytë dhe jemi, Muhammedi alayhi salatu wassalam, inna aqrabakum ilayya majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Mas afër me mua do të jetë ditën e kiametit robi, ai që ka pas në dunjë moralin më të lartë. Çka moral? Që gjymtyrët e tij mos ka përcjellë në për harama, ose ma shkurt, morali që është ma I lartit, mës me kush ty prej teje mës me pas gajgjën në një aspekt. Parë ma shkurt. Allah I në ban të tjilë edhe neve. Allahu Gjellëshanë hu për fund kësaj fjallet, në ban fjallet të drejt, kur mës të dhenë, e dyta në ban besnik, e treta në bëndë që t'jemi të knaqën të pajtu me qka ka caktu Zoti për neve tre, edhe e katërta, Allahu Gjellë Gjellaluhu në bëndë të moralshëm e të ndërshëm dhe lujashëm. Allahu Gjellë Gjellaluhu I rash për e qetë sa I sofrës, për e qetë Allahut, inshallah takona në sofrat të ashtën tjera, në iftarët të tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.